mashtrues. Ta thash Fidel Castro, nuk ka asnjë përvojë. Ka mashtruar kur është regjistruar në Columbia University. Është regjistruar si afrikan-amerikan, nuk është. Vjen nga Uganda, nga pakica indiane që kontrollon atë vend. Jati ka gjasa të jetë pakistanese, e quajnë Mahmut. E Jema Mira është regjizore milionere. Nuk është i varfër, ka shkuar në shkollat më të mira. Nuk ka një punë në sektorin privat. Përvoja është zero. Por ka një gjë shumë të madhe, që edhe për Shqipërinë. Këtu s'ti vjedh kush votat. Mund t'jesh si Fidel Castro, mund t'jesh komunist, mund t'jesh islamist, votën s'ta vjedh njeri. Sepse oligarkët, miliarderët, në qoftë se do të kontrollonin se në shumë vende tjera, nuk do të lejonin që pitonte pra. Por, sjellja, qasja ndaj tyre, unë kam frikë se gjatë rrugës edhe ai do të korruptohet. Më keq se Di Blasio dhe Adams nuk ka ku e çon New Yorku. Unë në këtë vend kam qenë në 93-shin. New Yorku ka nevojë për njerëz si Rudy Giuliani, konservatori djathtë, që pastoi krimin, rriti vendet e punës, largoi hashashin, drogën, jo për këtë të majtë, e cila organizon programe shumë të mëdha, janë mbi $5 miliard për emigrantët e paligjshëm, të cilëve ju paguhet $500 nata në Manhattan. Natyrisht që jo paguajnë pronarëve që janë afër me partinë, shpenzime pafund. New Yorku ka një buxhet të frikshëm, $120 miliard. Është thuajse si një shtet. Dhe natyrisht, po t'jetosh e ndjen që programet e mëdha, korrupsioni është i tillë, por si një orkezët nuk ka kund në botë. Shpirti i lirisë, shpirti në biznesit nuk e ndalon dot një komunist islamist si Mandani. Kjo mbetet për t'u parë. E ceke pak, zoti Papa, një konflikt mundshëm midis ti edhe Donald Trump. Nëse redukton forcat e policisë, ai, pra presidenti, mund të nxjerrë ushtrinë në terren. Po përtej kësaj, a rrezikon realisht Donald Trump Mamdani? Patjetër, jo për postin e presidentit, se duke qenë se nuk ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është një amerikan i naturalizuar, s'ka gjasa më domendja, eliminohet praktikisht. Ja bën një pyetje zoti Trump në 60 Minutes që Mamdani është Trump i majt. Unë jam i bukur sa i tha. Nuk i afrohet dot figurës Trump Mamdani. As përvojës, Trump ka krijuar me mira vende punë në New York. Trump ka mbi 85 milion vota dhe përfaqëson diçka. Mamdani nuk përfaqëson pikërisht bazën e këtij vendi të madh, i cili është mbi traditat, nacionalizmin, familjen. Ai është majtas, por në të majtën ekstreme. Kaq majtas, New Yorku nuk ishte shkuar kurrë. Ka ndodhur në 1924 me Al Smith, të ofruar nga Roosevelt, dhe ka dështuar. Tezat që ai ka, premtimet pafund, janë thjesht për fushat, nuk do të mund të realizojë. Në qoftë se do të bënte transportin falas, që e ka koston $700 milion, atëherë autobusët e New Yorkut do të ktheheshin në hotele për homeless. Një problem tjetër shumë i madh. Shumë gjëra nuk i kanë dorë majori, ka dhe guvernatori, ka shteti federal. Pavarësisht rezervave që ke për Mamdanin, i cili cilësohet si fenomen në fakt, për demokratët çfarë mund themi? Janë ata ende të fortë edhe aktiv politikisht me këtë fitore, kanë treguar diçka të tillë? Demokrati më vezullues është Barack Obama. Ai nuk e mbështeti. E kupton që ky është një rrezik i madh për demokratët. Në qoftë se Partia Demokrate do të mbështetet tek njerëz të tillë dhe Cortez, do të ketë një humbje shumë të thellë mbas një viti. Indirekt kjo shërben për Trump. Një komunist po drejton New Yorkun. Nuk ka ndodhur më parë. Nuk ka ndonjë gjë shumë të madhe. Ai fushat thjesht me celular, fushat Facebooku. Nuk ka thelb. Nuk ka bazë. Unë pash debatet e tij, ai nuk jepte dot asnjë provë se si do i thanë zotëri $700 milion, ku do t'i gjesh? Nuk mund vazhdosh që do ta taksoj të pasurit. Sepse nuk funksionon se i pasurit ikën në Florida në Texas. Dhe në qoftë se të pasurit korporatat largohen, ulet buxheti, ulet shërbimet, shkatrohet gjithçka. Nuk ka të ardhme teoria e majt ekstremiste në New York. Nuk diskutohet që do të dështoj. Zoti Papa, në 24 orëshin që Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i dha të drejtë Donald Trumpit për të zbatuar politikën që ndalon dërimin e gjinisë në pasaport, në Shqipëri u votua një ligj
një projekt ligj, i cili u kthye në ligj për sa i përket barazisë gjinore. A ke një koment në lidhje me të? Besoj e ke ndjekur si gazetar. Gjykata Supreme ka nxjerrë një vendim formal. Nuk e ka përfundimtar, po unë shpresoj që të ngeli këtë fundit gjini 2 janë, është biologjike kromozom. E majta europiane, në ndikimin e Soros, ka krijuar çmenduria të mëdha. Në kohën e Blinkenit ka pasur rreth 70 lloj gjinish në pasaportat që lëshoheshin nga Departamenti i Shtetit. Nuk e di zot se si mund të jenë 70. Dikush mund të thuhet që unë deklarojmë si mace dhe duhet t'ia shkruash në pasaport. Këto ishin gafat e të majtës që sollën fitoren e Trump. Trump gëzohet kur ka qasje të tilla. Rama e bën për servilizëm ndaj Macron, ndaj Soros dhe dëshirës që ka që duhet të hyjmë në Europë. Nuk hyjet mbrapsht në Europë, zoti Rama. Në Europë do të hysh si europian. Ne kemi kodet zakonore tonët. Ballkani është tradicionalist. Dhe në të gjitha ato gafa e krime ekonomike që ke bërë, kjo do të mbahet mend. Dhe aq më tepër që shikon se si shkojnë si ushtarë dhe votojnë. Çfarë të keqe kishte që disa socialistë të votonin kundër liderit global, të cilit në mënyrë turpshme Balluku i ka vënë dhe lloj-lloj nofkash që tregon qartë që ajo parti është një lloj degenerimi amoral, ka humbur çdo forcë përbindëse dhe bën dhe këto veprime që për mendimin tim nuk pranohen nga shumica e shqiptarëve. Shqiptarët e kanë shenjtë familjen dhe nuk mund të dalësh kundra biologjisë. Është kromozom. Transgenderit është një perversitet. Secili në jetën private mund bëj çdoj, por të justifikosh këto në një vend si Shqipëria, për mua është e papranueshme. Dhe ideja që këtë e ka BE-ja, ju mund të bëni një listë, shumë pak vende e kanë. Pastaj nuk do të thotë me që e ka BE-ja ta kemi ne. BE-ja ka dhe shumë gjëra tjera të këqija. Nuk kemi pse t'i marrim. Zoti Baba, të falenderoj. Kënaqësi.